Projekti Copëzat i zhvilluar nga Korporata e Investimeve Shqiptare po përfshin tashmë edhe prona shtetërore me rëndësi strategjike në Bregdet. Rasti më i fundit është stacioni i policisë në pikën kufitare të Dërmiut, një pronë mbi 1800 metra katror e vendosur buzdetit jon në një zonë shumë të kërkuar për zhvillime turistike. Kjo pronë, që ishte në administrim të Ministrisë së Brendshme, i është transferuar Korporatës së Investimeve Shqiptare për të përdorur si aset në kuadër të projekteve Copëzat dhe Qendra e Shërbimeve Publike Palas. Skema parashikon që shteti t'u kalojë privatëve parcela publike në këmbim të investimeve ose hapësirave të ndërtuare. Një model i ngjashëm u përdor edhe pranë Ish-Gardës në Tiranë, ku kompania One Zone mori prona shtetërore për zhvillim kullash, ndërsa në këmbim do të financojë bibliotekën kombëtare. Ndryshe nga parcelat e vogla që parashikon filozofia e projektit, prona në Dërmi është e konsoliduar dhe përmban një objekt funksional shtetëror. Ende nuk dihet se cili privat do ta përfitojë apo çfarë projekti do të ndërtohet aty, pasi procedurat pritet të zhvillohen më vonë. Kritikat lidhen me faktin se prona publike me rëndësi strategjike po transferohen gradualisht tek privatët në emra projektesh zhvillimore.